Ne rikthehemi sërish në studio, vijmë të mbetemi po së bashku në këndin e të ftuarit të ditës dhe në këtë moment do të ndalemi tek aktualiteti politik në vend. Jemi në prag të fushatës elektorale, presim nga ora në orë që të kemi edhe listat e plota me emrat e deputetëve të partive përkatëse, teksa do të jetë një përplasje tepër e ashpër dhe egër në teren, kjo mbase edhe për shkak të gjitha zhvillimeve të cilat kanë pasuar gjatë muajve të fundit. Me mua në studio është të bashkuar zoti Eduard Ndocaj, kreu i bashkimit Demokristian. Zoti Ndocaj, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Dhe faleminderit on. Ndërkohë, bashkimi Demokristian është në koalicion me Partinë Euroatlantike të drejtuar nga zoti Basha, që është regjistruar në përgjithësi si koalicioni Euroatlantik. Zoti Ndocaj, pse kjo zgjedhje? Një pyetje drejt për ju, pavarësisht se ne kemi patur hapësira të tëra së bashku, ku kemi diskutuar se lekon zhvillimeve politike, por pse në këto momente e keni zyrtarizuar partinë tuaj, forcën tuaj politike në koalicionin Euroatlantik? Çfarë ka ndryshe koalicioni Euroatlantik nga forcat e tjera politike, nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore të drejtuar nga Partia Demokratike, nga Partia Socialiste, apo qoftë edhe nga figurat e reja të cilat janë aktualisht dhe do të jenë në zgjedhjet parlamentare? Me 11 maj ne kemi zgjedhur dhe kjo është një diçka që shqiptarët mezi presin që të japin verdiktin e tyre, patjetër, sepse në gjithë këto vite tranzicionin shqiptarët s'kan pas një ditë që i ka gëzuar në jetën e tyre familjare apo të përditshme. Dhe patjetër zgjidhja që të jem në koalicion me zotin Basha është vetë historia e zotit Basha, që në gjitha dikasterë që ka qenë ministër apo në çdo subjekt që ai ka qenë pjesë, suksesin e ka pas të padiskutuar. Po të marrim edhe bashkinë, është i vetmi kryetar bashkie që të paktën Tiranasve s'u ka shem asnjë shtëpi dhe si kanë nxjerrë jashtë nga shtëpitë e tyre, dhe kjo është një diçka e jashtëzakonshme. Flasish për koalicionin Shqipëria Madhështore me zotin Berisha, që pretendon të jetë mas 33 vitesh akoma që do të drejtojë Shqipërinë në këtë moshë të thyrë, që për mendimin tim është tepër e gabuar, por Shqipëria Madhështore s'mund të jetë me individ si Vangel Duli, për shembull, që është një anti-shqiptar i thekur dhe anti-qam, me Shpetimi Drizin, që është pro-qam dhe lufton për kauzën qame. Pra, tu kemi një diçka të pakuptim, një kontradiktë të jashtëzakonshme, dhe s'kuptohet sepse këta mund të jenë aleat, sepse janë dy botë ndryshme po t'i marrësh nga aspekti politik. Apo me këtë zotrin ish deputetin Jenisheri, Selami Jenisheri, një individ dhe një sër figurësh të tjera. Që tipo i quhen figura, po që kjo është elita politike ka theksuar zoti Berisha në prezantimin e koalicionit. Elita politike, elita e Shqipëria Madhështore një koalicioni kur ky individ ka një histori të trisht për Shqipërinë. Kemi kohën kur furnizoi Miloševićin me naftë dhe theu embargon dhe luftoi shqiptarët, dhe kjo një individ s'mund ta quajë Shqipëria Madhështore, sepse ndihmoi teknikisht armikun e shqiptarëve, serbrin në atë kohë. Shqipëria Madhështore nuk mund ta quajë Berisha sepse arriti të integroj piramidat më së miri dhe 97-a lufta civile fal këtyre piramidave dhe fal ides Shqipërisë Madhështore të Berishës, patëm një luftë civile dhe me mijëra të vrarë, dhe kemi dhe pasojë edhe sot e kësaj dite, sepse janë armë të shpërndarë në gjithë Shqipërinë dhe sot po vriten njerëzit dita ditës. S'mund ta quajë Shqipëria Madhështore një individ që do të ndërtojë Shqipëri Madhështore që shpërthej gërdecin midis Shqipërisë, ku fëmijët, gratë, plesh, plaka shpërthenin predha, bomba, që ishte pjesa e familjes tij që menaxhonte këtë kontrabanda, si mund ta quajmë biznes armësh midis Shqipërisë, dhe u vran 26 njerëz dhe shkatroi disa fshatra përreth. S'mund ta quajë Shqipëri Madhështore kur në 21 janar janë vrarë 4 qytetarë midis sheshit që protestojnë, kanë të drejtën e tyre të protestojnë dhe janë vrarë.
Pra ka shumë histori që Berisha nuk është njeriu i duhur që mund të bëjë Shqipërinë madhështore, sepse e ka pas 30 vite dhe s'mund ta bëjë. Siç mund ta bëjë Shqipërinë madhështore me Ramën, sepse kanë fiks që në 2008-ën... Rama garoni vetëm, kjo është interesant. Që bashkëpunojnë, që në 2008-ën që kanë ndru kushtetutën bashkë dhe kanë shkatru sistemin zgjedhjeve, kanë shkatru demokracinë, sistemin ekonomik, sistemin e shëndetësisë, kanë shkatru gjithçka bashkë, sepse këto janë në koalicion, pavarësisht se ky ka këta tani të dokumentuar koalicion, por teknikisht është në koalicion me Ramën sot zoti Berisha. Sot ato bashkëpunojnë ngushtë, sepse nxori mbi 130 hajdud që ishin të dënuar nga Spaku të qeverisë Rama, i nxori me një të ngritur kartoni kur ishte në protesta mosbindje civile gjoja. Por gjithsesi në parlament kartoni u ngrit dhe dolin hajdudat e Ramës nga burgu. Pra ne kemi, unë sot jam me Bashën për këtë motiv, sepse këta njerëz Shqipërinë nuk e duan madhështore, këta njerëz Shqipërinë nuk e duan që të ketë një tarnë. Për këtë arsye, sot unë jam me Bashën, sepse jam i bindur se Shqipëria madhështore nuk bëhet me këtë individ, të kalbur me zotin Basha, është një shpresë dhe Shqipëria ka nevojë për rotacion. Nuk mund të mbajë më një njeri me probleme psiqike në drejtimin e pushtetit, siç është Berisha apo Rama, se të dy kanë probleme psiqike për mendimin tim. Sa e vështirë do të jetë për koalicionin Euroatlantik, që është një koalicion edhe kjo me një numër partish të mëdha, që të... Kush është me numër partish të mëdha? Koalicioni Euroatlantik. Pra ka një sër partish politike që ka një numër të madh. Sa e vështirë do të jetë që të vot besohet ky koalicion, duke patur parasysh të gjitha ndodhit që ka ndodhur të paktën gjatë viteve të fundit. Se në një farë mënyre, kur zoti Basha u largua nga Partia Demokratike, pati një sër demokratësh të pakënaqur. Absolutisht, sepse... Mendon se kjo ishte një plan i radhës, i idehuar nga personazhe të tjerë? Shkatrimi i Partisë Demokratike, dhe kam plot bindjen, sepse duke qenë edhe jetoj edhe unë të vend, është një akt madhështor i zotit Berisha, por i faturuar totalisht zotit Basha, sepse ishte kryetari në ato vite që Partia Demokratike erdhi duke rënë gjithnjë më poshtë. Por nën hije dhe gjithmonë nën tavolina dhe nën rrugos ishte zoti Berisha që e zmontoi Partinë Demokratike pjesë dhe e ka çuar në të jetë në një shoqatë, jo në një parti, sepse mbledhësh këto lloj forcash politike që s'kan asgjë për t'i dhënë këtij vendi dhe s'kan as votën e familjarëve të tyre dhe t'i thush aleat, vetëm për t'i dhënë një karrike me 4 kam për të numëruar numra partish, kjo është katastrofike për Berishën, sepse kjo është dëshpërimi i fundit i zotit Berisha. Kjo është betejë e fundit e zotit Berisha për të pas mbrojtjen ndaj drejtësisë, asgjë më tepër. Nuk e ka për Shqipërinë madhështore, ai e ka për veten e tij, për t'i pështuar drejtësisë, familja e tij për t'i pështuar drejtësisë, me katet e tija që ka në këto 30 vite për mos t'i dalë në pa, dhe bashkëpunimin e ka me zotin Rama në këto vite, dhe patjetër ka funksionuar kjo aleancë e fshehtë ndaj demokratëve. Dhe unë jam i bindur që po të ishim në një vend ku ka funksionuar me të vërtet demokracia dhe sistemi pluralist dhe vota e lirë, shqiptarët nuk do ta kishin të vështirë të zgjedhin midis demokratëve Euroatlantik, koalicionit Euroatlantik dhe grupimit të Ramës dhe të Berishës bashkë. Dhe të Metës, tani po bën fushat nga burgu, kemi individ që sot bën fushat nga burgu, të dënuar për hajduda, të dënuar për njerëz që kanë shkatruar këtë vend, dhe ai është kandidat për deputet, ish presidenti, bën fushat nga burgu. Pra, kemi arrit limitin e idiotësisë në politikë. Njerëz që duhet të jenë burg, kërkojnë që të sjellin demokracinë në vend. Kjo është hipokrizë e këtij vendi. Dhe shqiptarët, unë shpresoj që me 11 maj nuk do të bjen te kurth. Shqiptarët në 11 maj nuk do të jenë më tifoz politikës, nuk do të shesin votën. Pra, kjo është ajo që ne i japim një alternativë me kandidatët që me të vërtet të shpikatur, biznesmen, avokat, arkitekt, doktor, mësues,
njerëz të thjesht të këtij vendi që duan me të vërtetë Shqipërinë madhështore, jo këto individ që në 30 vite vetëm madhështore s'kan bërë asgjë përveç se shkatrimin total. Do të ndalem vetëm pas pak minutash tek pjesa e organizimit të koalicionit Euroatlantik dhe ajo se çfarë pritet të ndodhë dhe çfarë pritet që ne të shohim gjatë javëve në vijim. Në të gjithë këtë kaosin e krijuar të aktualitetit politik në vendin tonë, zotin Docaj, jemi në orët e etheve, për shkak se presim edhe emrat në listat përkatëse për deputet. Ndërkohë, ka patur një sër dorëheqjesh nga pozicione dhe nga kryebashkiak të Partisë Socialiste, të cilët do të jenë në listat për deputet. Nga ana tjetër kemi patur edhe dorëheqje, por më shumë se dorëheqje, mënjanime të një sër figurash kryesore, siç mund të jetë edhe deputeti Petro Koçi, i cili në një reagim ka theksuar që kush ka probleme me SPAK të mos kandidojë në këto zgjedhje parlamentare. Nuk do të jem në listën për deputet, mos postuan. Kur kemi këtë figurë të Partisë Socialiste që thotë mos postuan, çfarë presim në vijim? Pra, do të kemi një rotacion dhe ndryshim total të emrave në listat për deputet Partisë Socialiste, se në një farë mënyrë listat për deputet Partisë Demokratike i kemi të qarta. Unë do kërkoja në fakt sepse SPAK du tjetë pak më i egën të drejtim dhe kush ka probleme me të vërtet me ligjin, ai s'du t'i lejohet kandidoje këta individ. Dhe po t'ishte kjo, ne sot do ishim me vetë një forcë politike që mund të kishim kandidat të pastër, sepse duke filluar nga zoti Berisha, të më i madh dhe më i vogël janë SPAK, apo duke filluar nga Rama deri te roja e kryeministrisë janë SPAK. Pra ai individu i ka gjithë SPAK dhe po t'ishte vërtet kjo që njerëzit që kanë probleme me SPAK-un mos të kandidojnë, do të thotë se ne do jemi force vetme që do të nxjerrim kandidat në terren me 11 maj. Por SPAK-u me të vërtet këto du ta përdori, du të jetë edhe e lishme që ai që me të vërtet ka probleme dhe është i pandehur dhe është i hetuar nga SPAK-u, nuk do ishte e drejtë që SPAK-u ta lejojë që të jetë kandidat për deputet. Dhe spostimi i zotit Koçi, që ka dhënë dorëheqjen që s'do të jetë në listat e hapura, kjo demonstron se pse forcat politike në këto vite, kandidatët janë zgjedhur nga kryetarët dhe janë nga qytetarët. Do të thotë se këto në terren nuk i voton asnjëri. Dhe kjo është problemi i gjithë këtyre figurave që ne sot kemi në parlament, se si njeh asnjëri, si voton asnjëri dhe po të dalin të votojnë në listat hapura, do të humshin bindshëm. Kjo është e padiskutuar dhe kjo është ajo që po tërhiqen edhe disa, unë kam një paktën informacion se janë shumë deputet dhe ministra që do jenë jashtë listave të mbyllura të Partisë Socialiste, që Rama ka vendosur në bazë të informacioneve që kemi dëgjuar në lajme, që nuk do garojnë fare sepse e dinë se s'do fitojnë. Dhe kjo është e vërteta. E dinë se nuk do fitojnë, por do përballen me drejtësinë, apo e dinë se s'do fitojnë sepse i herë s'marrin vota nominal. Mirë, përpos kësaj. Përpos kësaj. Dhe e dinë se ditën që do të shpallen emrat, patjetër se do të jenë pjesë hetimit SPAK-ut, sepse s'do kenë shanse të bëjnë votat, kanë probleme vetë me drejtësinë, janë njerëz që kanë abuzuar në këto 12 vite dhe dinë se ku do përfundojnë dhe patjetër se do të mundohen të jenë nën hije. Si po organizohet puna e brendshme, por edhe puna në terren e koalicionit Euroatlantik, zotin Docaj? Pra, çfarë lëvizjesh do të kemi të paktën nga ky koalicion, prezenca e saj në terren, një pjesë e programit, një pjesë e kandidatëve, çfarë pritet të ndodhë dhe cilat janë pritshmëritë tuaja për zgjedhjet parlamentare? Jera është vetëm një forcë politike që ka shpallë një program. Zoti Basha që ka shpallë një program para ca muajsh dhe ka një program me të vërtet ambicioz. Mirë, nga ana tjetër edhe Partia Demokratike ka një program që është palus pothuajse çdo ditë, pastaj debati mund të jetë tek pjesa kush program është më i mirë. Batuta televizive që përdoren sepse program të shpalosur me detaje s'ka asnjë forcë politike sonte përveç se demokratë koalicioni Euroatlantik. Ne kemi zgjedhur të kemi listat hapura dhe jo të mbyllura si e kanë zgjedhur. Ne do jemi 7 kandidatë të qarkullerës, të gjithë në listat hapura, dhe s'do kemi listat mbyllura në këtë
garë. Ju do t'jeni njëri nga kandidatët Njëri nga 7 kandidatët e Qarku Lezhës. Dhe qytetarët e Lezhës do zgjedhin deputetin që ato me të vërtet mendojnë se i reprezenton për qarkun e tyre. Janë djem dhe vajza të ndershëm, djem dhe vajza me të vërtet që kanë ndërtuar ekonominë dhe eksperiencën e tyre me djers, djem dhe vajza që me të vërtet meritojnë të jenë pjesë e Parlamentit të Republikës Shqipërisë me 12 maj. Për sa mandate lufton koalicioni Euroatlantik dhe ndër këto mandate ju do t'jeni pjesë, zotin Docaj? Unë patjetër që do të jem pjesë e këtij parlamenti, sepse mendoj se qytetarët e Lezhës duke parë dhe listat që na ka sjell Shqipëria madhështore dhe Shqipëria jo madhështore, sepse këto kështu kanë ndarë Shqipërinë, gjëja njëri quhet madhështore, tjetri jo madhështore, sepse duke marrë për shembull parasysh kandidatin e Partisë Demokratike është një individ që është larguar nga drejtësia për korrupsion, dhe ne kemi kandidat në listat e mbyllura të Qarkut Lezhë, ose Partia Socialiste, ministrin e drejtësisë, një individ që vetëm drejtësisë ka pas vend në këto vite, dhe ne kemi një individ që s'ka lidhje me qytetin e Lezhës, por është në qytetin e Lezhës. Pra, gara në Lezhë është një garë me të vërtet me njerëz që nuk janë të drejtë për të qenë deputetët e Qarkut Lezhës. Dhe jam plotësisht i bindur se koalicioni Euroatlantik do të dalë fitues në Qarkun Lezhë, dhe kjo është e padiskutuar. Dhe jam plotësisht i bindur që në rang kombëtar me gjithë këto djem dhe këto vajza dhe këto njerëz që do jenë me listat hapura, koalicioni Euroatlantik do jetë fitues në 11 maj. Sa mandate? Se kam përshtypjen projeksionet i keni krijuar tash. Që po them do jetë fitues, do jemi pjesë që ne do të ndërtojmë një qeveri të re. Kjo është e padiskutuar dhe mandatet shpresoj që të jenë të këtij rangu që ne me të vërtet të japim një mundësi Shqipërisë që të jetë me të vërtet madhështore dhe jo të kthehemi pas apo të rrim në vend numëros siç është sot me zotin Rama. Po të ecim përpara dhe me të vërtet zllogani është i jashtëzakonshëm, Shqipëria meriton më shumë. Jo këto njerëz kaq të pa skrupull dhe kaq të korruptuar që në këto 30 vite sot e kanë çuar Shqipërinë në një katastrofë ekonomike, shëndetësore, arsimore, drejtësisë dhe largimi i 60% e qytetarëve shqiptar fal politikave të gabuara 30 vjeçare. Kjo është katastrofa më e madhe. Betejë kryesore e koalicionit Euroatlantik kush do të jetë? Pra, me këtë do ta ketë koalicioni Euroatlantik përpos ndryshimit dhe rrëzimit të qeverisë Rama? Do të jetë edhe betejë kundrejt Partisë Demokratike? Betejë kryesore ne e kemi me të keqen. Po në këtë të keqen futet edhe Partia Demokratike? Dhe kjo e keqe futet gjithë ato që janë me ne. Dhe kjo është e padiskutuar. Dhe të llogaritis forcat e Partisë Demokratike me ato që është mbledhur dhe me ato njerëz që sot du të jenë para drejtësisë, mendojmë se është me të vërtetë e ardhmë Shqipërisë, për mua është e keqja e vendit. Qeverisja aktuale që po vazhdon dhe dëmton ekonominë. Ja për shembull të marrim ka dhënë me tenë rrugën Milot Balldanet dhe do bëhet edhe kjo me pagesë. Veriu ka 3 rrugë me pagesë me shku në shtëpitë vet nga Tirana. Pra ne kemi një të keqe të madhe kundër qytetarëve të këtij vendi. Pra janë 2 forca politike që është Partia Demokratike dhe Partia Socialiste që drejtohen nga 2 individ që bashkëpunojnë ngushtë me njëri tjetrin që në 2008. Dhe për këtë arsye ne mendojmë se ne do të kemi shanset që të japim Shqipërisë me të vërtet një të ardhmë më të mirë dhe një mundësi me të vërtet më të lartë. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, zotin Docaj, si gjithmonë është kënaqësi dhe patjetër që do të kemi hapësira të tjera së bashku për të analizuar deri në detajin më të vogël, të paktën çdo pjesë të programit të forcave politike të cilat do të jenë pjesë e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kështu që ju e keni derën tashmë të hapur. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.